Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke vazhduar aktivitetet në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elezi, tha se pas përfundimit të numërimit të votave nga përfaqësitë diplomatike, në proces të numërimit janë numërimi i fletvotimeve me postë. Nga 23 kutit postare të KSZ-s, të cilat janë hapur për këtë lloj votimi, janë tërhequr më shumë se 85.700 pako të supozuara me fletvotime, pjesa më e madhe të cilave janë vlerësuar nga ana e shërbimit votues dhe janë të gatshme për tu numëruar. Janë aprovuar 59.973 prej tyre, ndërsa janë refuzuar 2.244. Ndërkohë, paralelisht me numërimin e votave me postë, po përgatitet edhe procesi për numërimin e votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta. Derisa të përfundoj numërimi i fletvotimeve që i takojnë votimit përmes postës, do të përgatitet procesi për fillimin e numërimit të votave, të cilat i takojnë pra votimit me kusht, dhe pastaj do të vazhdojmë me numërimin e fletvotimeve nga votimi i personave me nevoja të veçanta, i mundësuar përmes ekipeve mobile jashtë vendvotimeve. Në 52 vendvotime me kusht janë evidentuar 8.751 votues, ndërsa për votimin jashtë vendvotimeve përmes ekipeve mobile janë regjistruar 3.124 votues. Para nisjes së numërimit të këtyre kategorive të votave, KQZ-ja po realizon skanimin e listave të votuesve të përdorura në vendvotimet e rregullta, me qëllim identifikimin e rasteve eventuale të votimit të dyfisht.